Faktori tretë është se Izraeli duke qenë një shtet me bunkere nukleare, domethënë bombardimet me armë konvencionale nuk vrasin shumë njerëz sikur Izraeli ka mundësi të vrasin në anën iraniane. Pra unë me sa po kuptoj, iranianët deri në këto momente po duan që luftën ta mbajnë në gjirin persik. Ata nuk kanë problem qofse amerikanët do t'i bombardojnë baza ushtarake dhe edhe këta do bombardojnë bazat ushtarake në vendet arabe, të cilat nuk kanë mbrojtjen antiraketore që ka Izraeli, nga që për iranianët bombardimi i Izraelit në fund të fundit nuk e ka efektin që e ka kanali Hormuzit. Se domethënë iranianët mund ta bombardojnë Izraelin natë ditë, do bëhen dëme materiale, çifutët do ta kalojnë verën nëpër tunele, por kjo nuk e dobëson perandorinë amerikane. Sipas logjikës iraniane, dobësimi i perandorisë amerikane është në detin e Iranit, domethënë në gjirin persik. Mbyllë gjirin persik dhe ti e godet Trumpin në shtëpinë e tij. I godet ekonominë, i godet bankat, i rrit çmimet. Dhe kjo është që shkatron Trumpin në aspektin afatgjat. Dhe me sa unë po kuptoj, iranianët ndjekin logjikën e përshkallëzimit. Domethënë për sa kohë që amerikanët nuk do godasin objekta civile, edhe ata nuk do godasin objekte civile nëpër aleatët e tyre. Gjatë luftës së Ramazanit të vitit 2026, iranianët u detyruan që të godasin aeroporte që nga i Kuvajtit, i Emirateve Arabe dhe deri në Tel Avivin dhe Ben Gurionin në Tel Aviv, dhe kjo ishte si kundërpërgjigje e goditjeve të aeroporteve që izraelitët dhe amerikanët bën në Iran. Me sa unë kuptoj është që iranianët nuk kanë problem që të kenë një luftë konvencionale me Amerikën, po kanë një problem shumë të madh kur bëjnë luftë me Izraelin, nga që Izraeli shkatron objektiva civil edhe vret shumë njerëz. Ndërkohë, po pa i përket milicive proxy, Ols, a janë angazhuar ata, ka informacion, janë angazhuar ata në goditjen e objektivave iraniane, në kuptimin e interesave iraniane, fjala vjen Hezbollah, a ka informacion që do ta përshkallëzojë dhe Hezbollah goditjen ndaj Izraelit apo Huthit nga ana tjetër? Deri tani Irani nuk po i vën në lëvizje këto milici, por një lajm shumë interesant erdhi nga Kuvajti dje, ku 2 pika kufitare të Kuvajtit, besoj me Irakun, janë goditur nga dronët iranian. Dhe duhet kuptojmë një gjë që iranianët, në qoftë se amerikanët do të pushtojnë ndonjë ishull iranian, sikur ishullin Kargil apo Keshem, iranianët kanë plane për të nisur që të pushtojnë Emiratet e vendeve arabe të gjirit persik. Dhe Emirati më i rrezikuar është Kuvajti, të cilin iranianët e kanë vetëm rreth 200 kilometra, nëse s'jam gabim, larg nga kufiri i tyre, dhe në rast se iranianët biles ka patur edhe kërkesa nga politikanë iranian që të pushtohet Kuvajti, sepse aty është një pjesë e mirë e bazave, dhe iranianët mund të çojnë këmbësorinë e tyre që të pushtojnë Kuvajtin, pushtojnë ndoshta edhe Bahreinin, apo edhe pjesë të Arabisë Saudite, në rast se lufta do të përshkallëzojë dhe amerikanët do të fusin grupe me diversant, sikur kurdët, mujahidinët dhe grupe tjera në territorin iranian. Por unë me sa po kuptoj dhe sa jam munduar që ta kuptoj filozofinë iraniane, iranianët kanë filozofinë e mos përshkallëzimit. Domethënë, logjika e tyre gjithmonë është logjikë mbrojtëse, nëse amerikanët na godasin, edhe ne do t'i godasim. Ata na godasin neve bazat ushtarake, ne do godasim bazat e tyre ushtarake. Në përgjithësi, iranianët paktën deri tani ne nuk e dim se çfarë është në mendjen e Imam Moshtaba Khameneit, megjithëse fetvaja apo deklarata që i dha përpara 3 ditësh ishte shumë interesante, po ai thoshte që ne do hakmerremi për Imam Ali Khamenein. Nëse Moshtabai ndryshon filozofinë iraniane, Irani ka mundësi që të shkatërrojë gjitha këto monarkitë e gjirit
të përmbysi diktatorët arab që sundojnë në këto monarki dhe të krijojë një realitet tjetër. Megjithatë, duhet të kuptojmë diçka tjetër, është realiteti i kohës. Në këto momente është koha më e nxehtë në vendet e Gjirit Persik, ku temperaturat gjatë ditës shkojnë deri në 50 gradë, dhe unë nuk besoj që si iranianët, si amerikanët do t'i hynë një aventure për pushtim me këmbësori të njëri tjetrit. Edhe amerikanët po thua se ai profesori kinez, domethënë se s'po më vjen emri, ai thoshte që janë 850.000 ushtarë që po bëhen gati për të futur me trupa në Iran. Domethënë këtë e thoshte para 3 javëve, 4 javë, para se kjo ende të mos ishte një lajm. Amerikanët mund t'i kenë trupat për të pushtuar, por unë dyshoj që do i çojnë trupat në këto momente. Megjithëse për punën e Iranit varet se ku do hynë. Se nëse hynë në për rajonet malësore të Iranit, sikur është Kurdistani, aty koha është e ftohtë, është sikur në Shqipëri, nga që është malore. Por në këto zonat e Gjirit Persik, sikur Bandar Abbasi e tjerë, aty është sikur në Emiratet Arabe dhe Bahrein. Domethënë një ushtri aty do shkrije nga vava. Vetëm nëse një sulm i këtill mund të merret ndoshta nga tetori apo nëntori kur temperaturat bien. Holc, të falenderoj shumë gjithkisha. Faleminderit për ftesën. Në këtë pjesë të emisionit janë bashkuar me mua Denis Minga, koleg gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, Aredi, faleminderit për ftesën. Avokati Leonard Karaj, mik i emisionit, avokat, kënaqësi që të kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Denis, nuk kam patur në studio prej 2 javësh, do doja një koment si po e lexon protestën e cila është kthyer në kryelajmin e këtyre ditëve. Shiko, edhe vetë protesta ka pësuar ato që janë pasojat e një lëvizje tashmë që ende nuk e ka të qartë se ku shkoj. Si dikur ku ne deklaroni me protestat e Partisë Demokratike që nuk ka gjetur ose s'ka menduar për një rrugë dalje, edhe protesta për fatin e keq ka përfunduar në këtë fazë ku nuk di se si do jetë rrugë dalje e saj. Sepse jo vetëm që numrat kanë rënë, por kjo ishte e kuptueshme sepse nuk mund të mbash varet dita 43 sot që protestohet. Por qëllimi nuk është arritur, pra. Me këto numra është e pamundur që Rama të shkojë te dorëheqja, e ka thënë, po besoj kur nuk dha dorëheqje me numrat e shumë në shesh, këto numra që kemi sot pothuajse bëjnë të pamundur. Ajo që të vjen keq është që kjo protestë nuk u shndruar në një forcë politike, sepse kishte të gjitha potencialet për ta bërë këtë gjë dhe aty do kishte bërë që të hapej loja politike, do imponoheshin rregulla të reja loje. Unë madje e kam thënë edhe në studion time që Rama do duhej ta shfrytëzonte këtë moment për të hapur fushën politike, për rregulla të reja loje në kuadër të sistemit zgjedhor, por tani kam dilemat e mia për shkak se edhe këtë gjë Rama mund mos e bëj, për shkak të asaj çfarë po shkon me protestën. Po lexoja edhe një sondazh të Zaloshnjës sot, që sigurisht të dhëna duhen marrë gjithmonë me rezervë, jo vetëm Zaloshnjë, por të gjitha sondazhet, por gjithsesi trendi kuptohet. Zaloshnja thoshte që nëse shkohet sot në zgjedhje, partitë ekzistuese ku futen 2 partitë të mëdha, PS-PD, do kishin vetëm 50% të votave. Sa? 50%. Nëse shkojmë në zgjedhje sot, 50% të votave. Krijimi i një force tre politike do kishte diku te 39.sa thot Zaloshnja, pra gati 40% të votave do kishte vetëm forca e re politike. Ndërkohë 10% që mbeten do ishin njerëz të painteresuar për të shkuar në votime. Tektonike që. Dhe nëse ecim me këtë logjik, do të thotë e kupton sa gabim kanë bërë ata njerëz që qëndruan pas protestës. Unë e kuptoj. Po njëkohësisht këtu kupton edhe çfarë ka ndryshuar protesta në mendjet e njerëzve. Po shiko, kjo është arritur. Ta thuash që PS, PD mund të përfundojnë,
sigurisht me rezerva. Me rezerva, patjetër. Ose do të thënë që kur shkohet në votime, pastaj dy partitë e mëdha shkojnë tek shtrati i tyre. Absolutisht. Sondazhi e tregon këtë gjë. Por shikohet se çfarë lloj efekti ka dhënë protesta në kuptimin që dy partitë e mëdha i ka bërë bashk në 50%, ndërkohë nga ana tjetër një parti e re që mund po them partia e protestës për të qenë thjesht se kështu s'ke çfarë emri ti vësh. Po, don 39% dhe 10% pa vendosur. Që do të thotë edhe një herë, unë nuk e di kush ka qenë pas asaj proteste realisht, por kam përshtypjen në mos kemi kështu grupime që janë futur së fundmi për ta prishur, kam përshtypjen aty ka munguar një kokë e ftohtë politiko-juridike për të kapur këtë moment. Dhe kemi raste edhe në vende tjera ku protesta shndrohet në një forcë politike dhe ajo forcë jo pak herë ka marrë dhe pushtetin. Pra ky moment për mua ka kaluar për fatin e keq të protestës. Ka kaluar po thua si moment? Ka kaluar sepse aty shiko kur nuk është njësoj të ngrësh një parti me mira njerëz dhe të ngrësh një parti tani me pak njerëz ose nga Rogneri ose nga një, le të them, nga ato hotele, se zakonisht nga këto hotelet e famshme dikur ngriheshin forcat politike. Partia në shesh ka gjithmonë më emocion dhe ata njerëz e kanë humbur. Tani kemi arritur, dëgjova dje njërin që bërtiste thoshte do arrestojmë kur të vinë pushtet ata që shkuan te koncerti i Kanye West. Pra këto moro pse sqaroi. Jo, dakor, po. Jo, nuk i referohem emra, po. Mendime të kësaj natyre ka patur pafund në protestë. Pra, njerëz që duan të rinë aty të krijojnë kuvendin e tyre dhe kuvendin qytetar. Ky kuvend, po prit, se ky kuvend çfarë do bënte? Do rinte si thua si një arbitër sa herë që do kishte probleme qeveria ngrihej kuvendi. Nuk funksionon kështu. E vetmja gjë që kjo protestë do kërkonte ishte hapja e rrugës. Dy gjëra kanë qenë shumë thjeshta. Redi dhe këtu pastaj me avokatin mund ta diskutojmë. E para, sistem i ri, loje me rregulla politike të reja ku edhe partitë tashmë sot dëgjova zotin Balla kishte pranuar që është e pakuptim që të kemi një të partitë të menaxhojnë sisteme procese zgjedhore. Pra sistemi i ri, rregullash loje politike dhe dyta e drejta e referendumit. Kaq do të kërkonte kjo protestë. Kaq. Dhe meti a marr këto dhe besoj nuk kishte asnjë qytetar që nuk do t'i thoshte Ramës do t'i bësh këto kërkesa se janë të drejta. Meti marr këto kërkesa, pastaj ti futesh në hullit e një sistemi dhe pastaj kjo është loja, nuk mund të kërkosh ti tani situata nga më të habitshmet vetëm për të thënë, për shkuar te ideja që kjo gjë nuk bëhet. Dhe kështu kemi përfunduar. Avokat, si e shikon pak a shumë në mënyrën se si e bëri parashtrimin edhe Denisi? Pra ideja e një force politike e ka penalizuar, thot Denisi, protestën. Mungesa një. Po, mungesa një. Ka bie dakord me ato që sapo thotë Denisi, sepse është një vërtet e madhe të cilët unë e mbështes për faktin se kjo protestë ka dhënë në pa një gjë shumë të rëndësishme sipas atyre dhe unë e kam mbështetur pikërisht për këtë gjë, për rregulla të qarta loje dhe të reja, pra për një Shqipëri të re, për një republikë të re, për diçka krejt ndryshe nga ajo çfarë ka prodhuar politika shqiptare në këto 35 vite. Që ta bësh një gjë të tillë, ti nuk duhet të presësh, domethënë një gjë e tillë nuk bëhet me aktivizëm. Pra me aktivizëm qytetar. Sikundër një pjesë e mirë e protestuesve e kanë proklamuar. Përpara 2 javësh kam qenë te studio Denisit me një nga ata që ishin le të themi organizatorë të protestës dhe me gjithë se ju bë disa herë pyetje në lidhje me këtë çështje, ai gjithmonë thoshte, shiko, ne jemi aktivistë, do bëjmë pjesën tonë dhe pastaj le të themi feedbackun politik do t'ja lëm politikës. Atëherë ti s'ke bërë asnjë gjë, do të thotë. Ke bërë një vrim në ujë. Sepse ky lloj aktivizmi shkon përgjatë le të themi vendeve të cilat e kanë demokracinë e konsoliduar. Pra ti del në Francë, në Gjermani, në Itali dhe bën protesta si aktivist, po ti aty nuk kërkon domethënë zbërjen e gjithë sistemit politik. Se aty gjapë sistemi politik është i konsoliduar. Këtë gjë është kur je këtu. Plus ishte thirrja e njerëzve për një forcë politike. Ka një problem shumë të madh, se ti nga njëra anë thua domethënë që këtu duhet t'japin dorëheqjen Rama, pra këtu duhet të zhbëhet gjithçka, dhe nga ana tjetër pretendon që
ti thua Edi Ramës që ky është një autokrat i madh. Dhe kështu është, një diktator i madh. Po nga ana tjetër si pret domethënë që ky autokrati të cilin ti e konsideron të tillë, të sillet si një danes ky, si një finlandes, apo të sillet si kundër është ai në të vërtetë, ose si kundër ti e quan në të vërtetë. Çfarë do të them? Qëse ti i thua që ti je diktator, mos prit që ky thotë, më thej që jam diktator, prit. Më fal që ma bëre këtë, më thej këtë gjë, po jap dorëheqjen, po iki. Nuk ndodh kjo gjë. Dakor. Sepse është shumë idilike. Qëse ata njerëz kanë dalë aty dhe i thonë ata, ja Rama jep dorëheqjen, s'dua, thotë ai. Si zgjidhet kjo situatë? Jo, zgjidhet me njerëz në shesh dhe më pas në krijimin e një vetdije e cila shkon pastaj në ato që quhet pamundësimi i qeverisjes. Më pëlqen shumë kjo, kur thua pa vetdije, presioni, vetdije, krijimi i një vetdije. Po, kjo vetdija, kjo që sapo the, është domethënë idealistike për vende me demokraci realisht të fortë. Sepse aty 39% tha Denisi, kishte sondazh. 39% janë për një parti të re. Ore edhe një herë po të përballë 50% që janë dy partitë kryesore të Shqipërisë. Redi. Në Angli ka rënë për herë të tretë të katërt qeveria në harkun e shumë pak viteve. Po. Okej. Kryeministri ka dhënë dorëheqje. Në rregull, ai atje ka një lloj vetëdije politike. Jo, ato dorëheqjen e numrat e brendshëm. Dakor, pra po ore, për një arsye ka dhënë Denis. Po, për rregull. Të brendshëm të jashtë numrat e fortë nuk jepte. Po më rin sekond, ai para atje humbi zgjedhjet vendore dhe dha dorëheqjen. Vendore, nuk humbi qendrore. Po, dakor, po. Kjo është vetëdije. Tradita e ndej. Po pra, këtë po dua. Tani nëse do që këtë gjë ta sjellësh në Shqipëri, pra ti thuash Ramës X se ti e ke humbur popularitetin, e ke humbur shumicën sipas nesh, sepse ne jemi tani 40% referuar sondazhit, atëherë unë them që këtu nuk do të thasë ndonjë gjë se ti je në Shqipëri. Dhe duke qenë në Shqipëri do ecësh me të njëjtat norma dhe sjellësh sikundër le të themi ka prodhuar realiteti shqiptar. Protesta që këtu në një regjim, nëse quhet regjim, rrëzohet vetëm me pushkë. A quhet regjim ti? Me pushkë rrëzohen, revolucionet me pushkë rrëzohen. Ose do krijosh standardin tënd politik, partinë tënde, organizatën tënde politike, dhe do t'i imponohesh politikisht që të shkosh te kutia e votimit dhe ta rrëzosh me vot. Pra o vot, o pushkë. Mënyrë tjetër nuk ka kjo histori. Jo më vot, kanë thënë gjithmonë me vota. Po vota po do të prodhoj vota sepse këta akoma nuk e kanë kutinë e tyre. Kjo është pyetje, si do futet në sistem kjo? Kanë kutinë e tyre. Nëse ti thua mua opozit. Kjo është për një fazë tjetër. Kjo është tash unë po bëj le të themi. Jam dakord me një protestës. Kjo është një fazë tjetër sepse 5 pika thot protesta avokat janë të panegociueshme. Pasi të realizohen këto, atëherë kalojmë tek faza. Atëherë mund t'i kërkojmë llogari protestës për forcën politike. Do më lesh ta mbyll pa se ti referohemi 5 pikave, s'është hak. Pa atë pra desha, domethënë ke bërë autogolin në rastin konkret. Kthe 5 pikat. Po. Pika e parë është Rama jep dorëheqjen. Po. Nuk e jep Rama dorëheqjen. Atëherë njerëzit në shesh nga një shumicë e cila sillet në këtë mënyrë do shkojnë tek një tjetër shumicë që do të pamundsojë qeverisjen, jo në kuptimin e revolucionit me dhunë apo akteve të dhunshme, por akteve tjera të cilat do të bëjnë të mundur që kjo qeveri të mos qeverisë dot. Po mi pra dhon këtë po flisja. Po. Se ti thua, unë e thash metaforikisht pushkën. Ti mund mos bindje civile. Po. Dhe mosbindja civile, nëse përshkallëzohet nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, e ke izoluar totalisht le të themi vendin dhe ja ka arritur qëllimin. Problemi qëndron që kush po i mban që ta bëjnë gjë të tillë? Kërkush. Le ta bëjnë. Nuk është çështje normal. Nuk është çështje normal. Fakti që Tirana nuk është në Tiranë sot, janë gjithë, nuk është ai momenti. Tirana, oredi, mua më vjen shumë keq. Nuk është momenti. Mua më vjen shumë keq. Tirana ja dha shancin protestës. Po thua ja dha dhe mbaroi kjo histori. Kam frikë se po. Unë them që Tirana ja dha shancin protestës. Ja dha në 4, 5, 7 ditë e para. Ja dha edhe në datën 22 qershor dhe në ditën kur erdhi dhe diaspora. Ja dha në 4 korrik. Dhe në 4 korrik, po ja dha.
Po unë nuk vlerësoj 22 qershorin dhe kategorikun, sepse ishte pothuajse gjithë Shqipëria, po unë vlerësoj shumë 4-5 ditë e para. Sepse Po ishte kryesisht vetëm Tirana. Sepse ishte Tirana në shesh. Tirana ja dha shansin protestës. Protesta nuk ja dha shansin Tiranës. Po. Sot ne jemi këtu. Unë jam mbështetës si atyre njerëzve, por do të ma lejojnë që ta bëj kritikën dashamirëse. Dhe po them domethënë që po gabojnë. Unë mendoj që po gabojnë. Tani nuk po kërkoj sakrilegje të mëdha, sot po ta shikosh ka rënë dhe niveli protestës. Pra, domethënë niveli fjalimeve me nivelin atyre që janë protestë shumë herë më i ulët mo.